Mirë mbrëma. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Shenja e peshorës. Atëherë, shenja e peshorës ka një ndikim pak të çuditshëm. Si fillim do them pikat ku duhet jemi të vëmendshëm. Në këto momente duhet jemi pak të vëmendshëm dhe të perceptojmë mirë se mënyrën se si po na afrohen njerëzit, për të sidomos në lidhje me bashkëpunimet që kanë të bëjnë me të ardhurat materiale. Bashkëpunimet gjatë seanit të plot do të jenë shumë pozitive për ta, por në qoftë se i kemi të analizuara mirë dhe në qoftë se jemi të sigurt për personat me të cilët do ta bëjmë këtë si gjë. Për sa i përket kredive, është komplet e kundërta, në qoftë se keni mundësi dhe dëshironi që të merrni kredi për të bërë me shtëpi, për të krijuar biznesin tuaj, është një nga momentet më pozitive për këtë si gjë, do t'ju këshilloja me ngulm, sepse pas datës 7 nëntor do të kemi kalimin e retrograd të Mërkurit, pra janë momentet e fundit që mund ta bëjmë këtë. Ndërkohë që përsa përket trashëgimive, edhe kjo është një tjetër temë pozitive, do të vim pak a shumë vetvetiu, do të kemi sqarimin e problemeve, në qoftë se kemi pasur probleme në çështje gjyqësore, kjo është zgjidhja e këtyre problemeve dhe dalja me shumë fitim për shenjën e peshorës në lidhje me këto tema. Por, siç e thash, në qoftë se do të bëjmë bashkëpunime me individ të caktuar ose me firma të caktuara, unë do t'i këshilloj që të bëjmë analizat e domosdoshme dhe të shqyrtojmë mirë të gjitha marrëveshjet përpara se të i firmosim. Këtu mund të jemi pak më të hapur ndaj manipulimeve, sepse vetë shenja e peshorës mund të kërkoj, s'po më vjen fjala, mund të jetë pak më tepër materialist se çfarë duhet në këto momente, prandaj edhe mund të manipulojmë veten e tyre. Për këtë arsye do të këshilloj që të jemi të gjakftohtë dhe mbilen nëse është nevojshme të marrim edhe ndihmën e ekspertëve. Në qoftë se arrim ta bëjmë këtë, që është nuk është më vështirë siç e shihni, atëherë do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ekonomike. Shenja e peshorës do të ketë të vendosur edhe drejtuesin e tyre, pra Venusin tek shenja e tyre që janë të plot, kërkojnë një balancim vërtet shumë të madh dhe për shenjën e peshorës jep edhe një farë fame. Pra mund të bëhen të famshëm ose të njihen në një farë mënyrë për profesionet që ata kanë dhe kjo do të sjellë dhe një të ardhur materiale vërtet shumë të madhe pozitive. Komunikimi, kontaktet që kryejnë në këto momente janë shumë pozitive, këto mund t'i prezantojnë njohje të re që ka në këto momente, krimi i rrjetit të rinj që do të kemi në jetën tonë sociale, mund t'i prezantojë ata dhe me persona të rinj, të cilët mund të bëhen dhe persona të tyre të zemrës. Është një plot shumë pozitive, mjafton për i përsëris, që ne t'jemi analitik me çdo kënd që ne mundojmë që të bëjmë bashkëpunim në këto momente. Ky nuk është thjesht bashkëpunim për të ardhurat materiale, mund të jetë edhe bashkëpunim me personat që të rinj që ndoshta do të kalojnë më tepër kohën në këto momente, pra është investim edhe në lidhje me kohën, prandaj edhe këtu do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Përsa përket shëndetit, shenja e peshorës është shumë e prekur tek balanci, tek hana hormonale. Në këto momente bile mund të kemi një disbalancim të dukshëm, në qoftë se nuk e kemi, është gjë e mirë, por gjithsesi unë do të këshilloj që të bënim testimet e nevojshme, pra të shkoni të bëni analizën nëse nuk e kemi bërë. Në lidhje me karrierën, është një nga shenjat që do të kemi rritjen më të madhe dhe kushti që kanë këtu është shumë i thjeshtë, mjafton që të vazhdojnë në rutinën e tyre të përditshme, të vazhdojnë që të bëjnë punën e mirë që kanë bërë, pra të jenë të përgjegjshëm ndaj punës së tyre. Kjo do të thotë që të kemi një rritje vërtet kolosale në karrierë. Shenja e akrepit. Atëherë, shenja e akrepit është shumë e ndikuar detyrimisht, kjo hën e plot do të ndodh pikërisht përballë me ta. Ndikimi më i madh dhe më pozitiv, po e them mirë si fillim, sepse do të sfidohen, e përmbledh, do të sfidohen si fillim të kjo si gjë, në mënyrë që ata të kuptojnë mirë veten e tyre dhe ndjenjat e tyre. Deri në këto momente, shenja e akrepit mund të ketë gënjur pak veten e tyre në lidhje me ndjenjat. Ndoshta mund të ketë dashur të fokusohej për të kryer një mirëqenie më të madhe ekonomike. Në të njëjtën kohë mund ta ketë gënjur pak veten e tyre dhe në lidhje me rritjen e tyre shpirtërore. Mund ta ketë egzageruar pak zhvillimin e tyre shpirtëror ose mund mos ketë dashur fare që të futet në këto tema. Par kanë qenë pak bardhë dhe zi në lidhje me këtë temë, ndërkohë që kjo hënë e plot do të balancojë këtë si gjë.
çdo gjë në jetën e tyre do të jetë më e balancuar dhe pika ku do të preket si fillim do të jenë çështjet e tyre sentimentale. Nëse se kemi pasur ndjenja për një individ të caktuar dhe i kemi mbajtur pak për brenda, gjatë periudhe ne vetë do ta kuptojmë. Do të kuptojmë më mirë veten tonë dhe nëse dëshirojmë normalisht mund të shprehim ndjenjat tona. Për të gjithë ata që janë në lidhje sentimentale, pra janë në lidhje afatgjatë sidomos, gjatë periudhe do të kuptojnë shumë mirë se cila është mënyra që ta shndrojnë lidhjen e tyre në një lidhje shumë herë më të shëndetshme, e cila i bën të lumtur të dyja palët. Prandaj dhe do të kemi shërimin e dukshëm të këtyre temave për shenjën e akrepit. Të gjitha këto që sa përmenda, duke qenë se do të krijojë një balancim vërtet shumë të madh në botën e tyre të brendshme, në jetën e tyre të përditshme dhe në anën e tyre në materie, më mirë të themi, do të kemi një rregullim të dukshëm edhe të anës materiale për të materjes për jetën e tyre dhe të botës së tyre të brendshme. Kjo do të përkthehet dhe në një rregullim të dukshëm të çdo gjë që kanë në jetë, duke filluar që nga karriera tek marrëdhëniet që ata kanë brenda shtëpisë, po ashtu edhe në lidhje me anën e tyre materiale, nëse do të bëjmë shtëpi për shembull, kjo është një moment vërtet shumë efikas. Nëse doni të merrni kredi, nëse doni që ose ka një trashëgimni që të cilën keni kohë që merrni me këtë gjë, do të këshilloj që të bini nga mbrapa, sepse është një ndër momentet më ideale për të kryer stabilitet ekonomik dhe për të gjetur vendin ku ne do ta quajmë shtëpi, pra home, siç është në anglisht. Aty ku ndihem më mirë. Shenja akrepi ndikimi më të madh në lidhje me shëndetin të ketë tek rrugët tek sistemi riprodhues. Është shumë e prekur në këto momente, duke qenë se kemi disbalancim të dukshëm të hormoneve, shenja akrepi mund të preket pak më tepër këtu. Sëmundjet që janë të transmetuara në rrugët seksuale është shumë i prekur për shenjën e akrepit, nëse jemi në ndjenjë të gjërave të tyre që mund të kemi pasur në të shkuarën, të këshillojmë me ngurmë që të shkojnë të bëjnë vizita te doktori. Ky është një ndër momente ku këto sëmundje mund të zmadhohen pak më tepër dhe nëse nuk i bëjmë nën kontroll, mund të kalojnë edhe në një fazë të cilën nuk do të na pëlqejë. Por nëse në këto momente i kapim, kemi mundësi që të shërojmë komplet. Shenja e akrepit ka ndikimin më të madh pozitiv. E vetmja gjë që duhet të këshilloj që të jemi të vëmendshëm është pikërisht kjo. Një nga shenjat që do të preket pak më tepër edhe në çështjet në dhimbjen e kokës, më të themi, në këtë moment është shenja e akrepit. Kjo është pak a shumë standarde për ta. Do të kaloj, është periudha e fundit, por do të vazhdojmë që e kemi këtë si periudhë sepse Jupiteri ka një kënd negativ me Chironin, i cili, domethënë Chironi në këtë moment është vendosur pikërisht tek shtëpia e tyre shëndetit, prandaj dhe kemi një trysni shumë të madhe tek pjesa e kokës në këto momente. Mënyra se mund ta kalojmë këtë faktikisht është ndoshta mund të ecim, të toksohemi etj. Kjo është një mënyrë se si mund ta ndijmë pak më pak. Shigjetari. Atëherë, shenja e shigjetarit është shumë ndikuar tek jeta e tyre e përditshme, tek rutina e tyre, tek efikasiteti që kanë në lidhje me veten e tyre. Duan ta bëjnë gjithçka në mënyrë praktike, ta përkthejnë në prakticitet më të thënë në këto momente, dhe kjo nuk është diçka negative, është diçka negative përkundrazi, mënyra se mund ta bëjmë këtu më thjesht të mos humbasim kohë, vozohemi, sepse një nga efektet anësorë dhe kjo mund të nervozohemi pak më shumë se ç'duhet, është që të jemi të programuar. Deri tek ana e plot, shenja e shigjetarit do të perceptojë shumë mirë se cila është mënyra më efikase për të bërë çdo gjë, si për punën e tyre, për jetën e tyre të përditshme, ndoshta për cili është sporti që është më efikas për ta, cila është mënyra e ushqimit, bile në këto momente mund të bëjmë edhe disa gjëra ushqime që nuk kemi tolerancë. Edhe për shenjën e shigjetarit mund të duam të ndryshojmë pamjen tonë të jashtme, bile mund të kemi filluar ta ndijmë këtë si zjarr nga brenda, nëse kemi ndjesi të tillë, do ta këshilloja me ngulm. Në momentin që e bëjmë, arrim që t'i bëjmë të balancojmë të gjitha këto, të perceptojmë mirë se cilat janë gjërat dhe jemi të programuar, e kemi shumë më të thjeshtë të fokusohemi tek tema që ka më tepër rëndësi, që është bota jonë e brendshme. Duke qenë se në këto momente shenja e shigjetarit, arsye që po merret kaq me prakticitetin është të anashkalojë botën e tyre të brendshme. Duke qenë e ka pak duke vluar në këto momente. Ka shumë gjëra që ndoshta nuk do të përballet. Trauma që mund të kenë ardhur nga e shkuara. Fjala traumë ka ngelur pak si fjalë e frikshme në këto momente, por në të vërtetë janë probleme të cilat nuk ka dashur që t'i zgjidh ose të përballet në momente të caktuara sepse ka pasur një ngarkesë më të madhe nga gjëra të tjera,
Por ky shpik është momenti ku në qoftë se zgjidhim shpejt aspekte të gjerë praktike në nanomaterie, kemi mundësi që të përballemi me këto probleme që kemi anashkaluar në çështjet shpirtërore, në anën psikologjike, më mirë të themi, dhe do të mund edhe të zgjidhim këto. Do të kemi shërim të plot, më mirë të themi. Të gjitha kufin që kemi vënë ose që muret që kemi ndërtuar në këtë periudhë do të shëmben dhe falë kësaj shenja shëgjetare do të rritet vërtet shumë. Do të ketë një balancim vërtet shumë të madh, do të ketë një rritje shumë të madhe shpirtërore. Duke qenë se shenja shëgjetare është një ndër shenjat më shpirtërore faktikisht që kemi, për ta kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv. Do të kemi një rritje në begati, falë kësaj, shtimin e dukshëm të ardhurave materiale, do të kemi krijimin e lidhjeve sentimentale shumë të fuqishme dhe shumë të shëndetshme. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe drejtuesi tyre ka një kënd negativ me Shirone dhe kjo mund të kryejë dhe plagë ose të hap plagët që na janë krijuar nga shkuarat, ti rikujtojmë ato. Kjo në qoftë se përballem, në qoftë se jemi të guximshëm, atëherë do ta kemi shumë më të thjeshtë të gjitha këto, jo vetëm të kalojmë, por edhe të lulëzojmë pas kësaj. Do të kemi krijimin edhe të burimeve të ardhur materialeve të reja, sepse në këto momente kreativiteti tek shenja e shëgjetarit është shumë i lartë. Mund të marrim një ndihmë shumë të madhe dhe nga shoqëria. Shenja e shëgjetarit në lidhje me shëndetin është një ndër shenjat më të prekura. Gjithë atë anën efikase, gjërat e reja që po perceptojnë në këto momente në lidhje me ushqimin, në lidhje me sportin që duhet të bëjnë të tjerë. Nëse dëgjojnë trupin e tyre, e kanë shumë më të thjeshtë në këtë moment ta kalojnë me sukses dhe të mos kemi probleme, por nëse nuk e dëgjoni trupin tuaj, ka mundësi që të gjitha problemet shëndetësore të zmadhohen edhe më tepër, prandaj do t'ju këshilloja që të dëgjoni trupin tuaj, nëse ndjeni veten të lodhur të shplodheni, të merrni vitaminat, multivitaminat ose suplementet që janë të domosdoshme, të shkoni te doktori nëse ndjeni diçka dhe duke qenë se vazhdojmë që të jemi gjatë tetorit roz, të shkoni të bëni edhe analizat e nevojshme, pra testimet e nevojshme në lidhje me këtë temë. Shenja e qapit. Shenja e qapit është një shenjë toke. Hëna duhet të vendosur tek shenja e demit, që është një tjetër shenjë toke, ndërkohë që dielli është e vendosur tek shenja e akrepit, i cili ka një këtë pozitiv me shenjën e mbërcjapit. Të gjitha këto, nëse i marrim një nga një, do të thotë që kemi një ndikim shumë të madh pozitiv. Por, duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e shëgjetarit gjatë kësaj hëne të plot, për shenjën e mbërcjapit, bota e tyre brendshme është në vlim e sipër. Këtu është e vlefshme edhe në lidhje me mënyrën se si ata komunikojnë. Duke qenë se mund ta kemi pak më të vështirë për të artikuluar, ëndrat janë shumë aktive në këto momente dhe kjo mund të bëjë pak të lodhur gjatë ditës, pra. Ndërkohë që edhe Marsi është i vendosur këtu, prandaj edhe mund të reagojnë në mënyrë pak impulsive ndaj gjithçka, sepse mund të nxehen shumë lehtë. Si duhet të veprojmë në këto momente? Duke qenë se nëse jemi të organizuar, e kemi shumë më të thjeshtë që të dalim përpara të gjitha problemeve, dhe të gjitha surprizat që mund të dalin në këto momente kemi më të thjeshtë për të anashkaluar, sepse jemi më të përshtatshëm, kemi shumë vendosje tek shenjat e ndryshueshme, por përshtatemi më shpejt me çdo të papritur që na del përpara. Kjo do të thotë që shenja e mbërcjapit nuk do të testohet shumë. Pra trusnia që do të krijohet do të jetë shumë e vogël dhe do të jetë e menaxhueshme. Por nëse nuk programohemi, nuk përzgjedhim gjërat që janë të domosdoshme dhe jemi të shpërndar, nuk jemi të përgjegjshëm në punën tonë, të gjithë stresi që do të ndjen në këto momente do të shumëfishohet. Këtu do të preket si fillim marrëdhëniet e tyre sentimentale. Në qoftë se jemi të programuar, do të preken në mënyrë pozitive, në qoftë se nuk jemi të programuar, stresi i madh mund të krijojë përçarje shumë të mëdha tek marrëdhëniet e tyre sentimentale. Dhe kjo do të përkthejë edhe në përçarje vërtet shumë të mëdha të brenda përvendash shtëpisë. Pra ata që janë të martuar mund të përkthejë edhe në divorc ose mund të dëshirojnë që të divorcohen, të aplikojnë për këtë, ose mund të përkthejë edhe në marrëdhënie shumë problematike me prindërit e tyre. Ku është ana pozitive e gjithë këtyre do thoni? Në momentin që ne jemi të kontrolluar dhe të programuar, kemi mundësi që të kemi një rritje kolosale në të ardhurat materiale, duke qenë se gjithçka në këto momente funksionon në favorin tonë. Kemi një fat shumë të madh për shenjën e mbërcjapit dhe ky fat do të vijë në formën e kreativitetit. Do të jenë shumë kreativ, mendja e tyre shumë pjellore në këto momente për të kryer burime të reja të ardhurave materiale.
është e vlefshme edhe në lidhje me fëmijët. Pra, për të gjithë ata që duan të bëjnë me fëmijë, ky është momenti ku nëse keni bërë IVF dhe nuk ka funksionuar, do të këshilloj që në këto momente ta provoni edhe një herë. Hëna plot është më efikase në këto momente, por plus që do ndodhet tek shtëpia e tyre e fëmijëve, do është edhe më efikase. Në lidhje me shëndetin, duke qenë se kemi një disbalancim hormonal, do t'ju këshilloj ta merrim edhe këtë parasysh, pra të mos egzagjerojmë edhe me ushqimet që ham timi përzgjedhës, në mënyrë që të mos e zmadhojmë edhe më tepër probleme që mund të krijohet nga disbalancimi hormonal në këtë moment. Me sa di unë, përdorimi i shumtë i karbohidrateve e disbalancon edhe më tepër, duke qenë se rrit estrogenin e të tjerë. Nëse mos kalojmë te mjekësia, kthehemi tek astrologjia. Për sa i përket shoqërisë, ky është momenti ku shenja e vricjapit do të lulëzojë. Bëhet një figurë autoriteti tek gjithë shoqëria që ka. Mund të jetë pikërisht personi ku të gjithë njerëzit që ka rreth do mund të drejtohen për të marrë këshilla, të marrë një ndihmë shumë të madhe për këtë arsye edhe nga të gjithë personat që janë mirënjohës, që ata mund t'i ndihmojnë me këshillat e tyre, edhe për rritjen e tyre në karrierë. Pra, në një mënyrë do të ndihmojnë veten e tij. Dhe rritja në karrierë në këto momente do të vijë edhe fal punës që ata kanë bërë detyrimisht, por do të jetë pak a shumë shpërblimi i gjithë kësaj periudhe problematike që kanë pasur deri në këto moment. Mos nëse kemi pasur një energji të luhatur, mund mos kemi ditur se ku të qëndrojmë, se si të veprojmë e të tjerë, të kemi shumë më të thjeshtë. Por i përsëris, kushti vetëm është të jemi të programuar, të përzgjedhim mirë gjëra që ne e dimë që janë funksionale dhe të zbatojmë vetëm ato, të përmbahemi me të themi këtij plani. E rëndësishme është që, duke qenë se bota jonë e brendshme është shumë duke vluar në këto momente, ajo çfarë ndjej mund të ndryshojë shumë shpesh. Prandaj dhe duhet të përmbahemi planit, jo gjendjes tonë emocionale. Ky është motoja e shenjës së vricjapit. Për sa i përket shëndetit, ndikimet janë ato që ishin tek e përgjithshme, ndikimet në përgjithësi kemi një disbalancim pak hormonal deri tek ana plot, pasi nëse plot të gjitha këto do të ndryshojnë në mënyrë shumë pozitive, por deri atëherë, e thash, ju lutem qëndroni në kontroll të vetes tuaj. Çështja sentimentale e përmenda, por është një periudhë ku mund të kemi edhe fillime të reja, është shenja më me fat në këtë pikë. Në lidhje me fillimet të reja, për gjithë ata që nuk kanë lidhje, është vërtet shenja më me fat. Sepse do të kemi mbarimin e periudhës që janë vetëm. Shenja e ujorit. Kjo hënë e plot po ndodh tek dy shenja fikse, pra shenja e Demit dhe shenja e Akrepit, janë shenja fikse, duke qenë se hëna do të jetë vendosur tek shenja e Demit, për ta domethënë një ndikim shumë i madh tek shtëpia e tyre, tek banesa, mënyra se si ata perceptojnë jetën, ose si duhet të jetojnë, pra, si ta krijojnë mërqënien këtu, dhe do të riperceptojnë edhe një marrëdhënie që kanë me familjarët e tyre. Si fillim mund të kemi disa diskutime, ndoshta të ashpra, që mund të shndërrohen më të themi në të ashpra, në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm ose të kontrolluar. Kjo është edhe pika ku do t'i këshilloj që ta bëjmë, pra të jemi të kontrolluar. Në qoftë se arrijmë që ta bëjmë këtë, kemi mundësi shumë të madhe që të krijojmë një mërqenie vërtet shumë të madhe ekonomike në këto momente për shenjën e ujorit. Të gjitha investimet që ka bërë gradualisht do të kthehen. Drejtuesi i tyre ndodhet në këmbë pozitiv me ujorin që është i vendosur në këto momente tek shenja e tyre, për tek shenja e ujorit. Dhe kjo do të thotë që idetë që kanë në këto momente dhe fati, pra kanë jo vetëm që kanë ide, por kanë dhe fat për të realizuar ato. Marrin një ndihmë shumë të madhe edhe nga shoqëria. Për gjëra që ata nuk arrin të shikojnë, shoqëria e tyre mund të shikojë, prandaj do të këshilloj që të marrim këshilla prej tyre ose të diskutojmë këto lloj temash me ta në mënyrë që të mund të kuptojmë, të perceptojmë të gjithë figurën e plot pra, dhe ta përdorim atë në maksimum. Për fat të mirë, në këto momente gjithçka është në sipërfaqe për shenjën e ujorit, arrin që ta kuptojnë shumë mirë, dhe siç e thash në pikat që nuk arrin të shikojnë, edhe shoqëria i arrin që të shikojë dhe ndihmon vërtet shumë. Kemi zërimin e dukshëm edhe të rritjes tyre social, edhe për shenjën e ujorit mund të dotojnë shumë, dhe pjesa më e rëndësishme është rritja në karrierë. Është shenja që ka më tepër fat në këtë pikë. Do të lërëzojmë, vërtet. Në qoftë se deri në këto momente nuk dinim
se cila ishte karriera që ne duhet të zgjidhnim, duke qenë do të kemi krimin e stabilitetin, një balancë shumë të madhe në jetën e tyre, dhe do të krijohet pikërisht jeta, ose më themi do të fillojmë që të hedhim hapat e para drejt jetës që ne dëshirojmë vërtet, apo që është qëllimi që ne kemi ardhur në tokë, do të kemi një ndihmë shumë të madhe dhe nga universi, dhe kjo do të përkthehet në një rritje shumë të madhe në karrierë, duke qenë se kjo është pika kulminante e çdo individi. Për sa i përket çështjeve sentimentale, edhe për ta mund të kemi fillime të reja, janë në përgjithësi shumë të përshtatshme për ta, ka një botë kuptim të shumë të përafërt me ta, dhe në përgjithësi kemi fat në lidhje me këtë temë. Këto mund të vijnë më tepër nga shoqëria, edhe në qoftë se nuk vijnë nga shoqëria, do të këshilloj që të fokusohemi që të bëjmë miq, të bëjmë shok, pastaj të krijojmë lidhje. Për sa i përket shëndetit, kjo është shumë e rëndësishme në këto momente, kemi një fokusim shumë të madh tek sistemi nervor, duke qenë se kemi një dhimbje shumë të madhe kokës, siç edhe pjesa e kokës është shumë e prekur, dhe kjo krijon një trysni shumë të madhe tek sistemi nervor. Tek të gjithë, shenja e ujorit e ka më të ndjeshme se të gjitha shenjat e tjera sistemi nervor, prandaj dhe mund të preket pak më tepër. Në këtë rast, do t'i këshilloja që të gjeni mënyra të ndryshme, gjithsecili ka të vetën, që të argëtohemi dhe të heqim këtë trysni nga trupi jonë, ndoshta të ecim në natyrë, të flasim me njerëz, siç e keni ju vetë, gjithsecili ka më vete se çfarë dëshiron të bëjë. Dhe shenja e peshqve. Shenja e peshqve nga kjo hënë e plot ndikohet në mënyrë shumë pozitive. Ndikimi më i madh pozitiv për ta është mënyra se ata e përthithin informacionin. Në këto momente gjithë bota është libër i hapur për ta dhe mjafton që ta lexojmë. Kjo është edhe arsye që e thash, mënyra se si përthithin informacion do të ndryshojnë në mënyrë të dukshme. Kjo normalisht ndihmon ata për të krijuar lidhje si fillim marrëdhënie, kontakte shumë më të shëndetshme me të gjithë njerëzit që kanë rreth rrotull. Do të zgjerojnë në mënyrë të dukshme të gjithë rrethin e tyre shoqëror, do të rregulloj edhe marrëdhëniet që kanë me vëllezërit dhe me motrat e tyre. Kjo është dhe pika më e rëndësishme për ta, do të kemi një shërim të dukshëm në lidhje me këtë temë, dhe të gjitha këto, duke qenë se do të ndihet shumë më mirë, më i vlerësuar në ambientin ku jeton, do të përkthehet edhe në një moral shumë të lartë dhe në të ardhurat shumë të mira materiale. Vlera që ne ndijmë për veten tonë gjithmonë përkthehet edhe në vlerë materiale, dhe kjo për shenjën e peshqve në këtë moment është shumë efikase. E përmenda tek shenja e Virgjëreshës që nyja jugore ka një kënd pozitiv me hënën, e njëjta që është e vlefshme edhe për nyjen veriore që ndodhet tek shenja e peshqve me diellin. Ka një kënd pozitiv, kjo do thotë që energjia në këtë moment e favorizon shumë shenjën, energjia që është në ajër, e favorizon në mënyrë të dukshme shenjën e peshqve, e shtyn përpara që ata të arrijnë qëllimin që kanë në jetë. Të gjitha pengesat që kanë në këto momente vërtet që fillojnë dhe ngrihen. Pika ku ata duhet të ose çfarë duhet të bëjnë në këtë temë është që të punojnë, të vazhdojnë që të ecin në rrugën që po e kuptojnë që po ju hapet përpara. Pra të mos fiksohen tek gjërat që janë të pashëndetshme ose ndoshta që e dinë që nuk funksionojnë, thjesht sepse kemi krijuar një farë lidhje shpirtërore ose emocionale. Në këto momente, shenja e peshqve ka një rritje për të shumë të madhe dhe nga ana shpirtërore, ka një rivlerësim edhe të botës në këtë aspekt, mund të kemi zgjimbile në lidhje me këtë tema, shumë persona të cilët mund të kenë zgjime shpirtërore që i përmenda në fillim, mund të jenë nga shenja e peshqve. Kjo do të krijojë një zgjerim shumë të madh të botë kuptimit që ata kanë, sepse të shikojnë, do fillojnë që të shikojnë botën në disa dimensione të reja. Pra jo thjesht në anë material, do fillojnë që të shikojnë edhe në këtë pikpamje. Do të krijojnë një harmoni ose do të mund të përdorin të dyja këto aspekte në spektrumin të themi të jetës, në avantazhin e tyre. Për shenjën e peshqve kjo është diçka shumë e thjeshtë, ti jemi realist, duke qenë se janë vërtet njerëz shumë të ndjeshëm në lidhje me çështje shpirtërore. Një nga temat që ka shumë rëndësi në lidhje me anën e tyre sentimentale do të jetë edhe në lidhje me lidhjet sentimentale. Për shenjën e peshqve do të kemi mbarimin e periudhës ku ata mund të kenë qenë të zhgënjur nga lidhjet, ku mund të kemi qenë të zhgënjur edhe nga situatat që janë krijuar. Kjo, sidomos në qoftë se në të shkuarën në kanë krijuar dëme materiale, do të jenë persona të cilët mund të rikthehen jetën tonë për të kërkuar të falur, ose mund të rikthehen jetën tonë që ne të kuptojmë që ne jemi më mirë pa ata. Dhe falë kësaj do të kemi dhe një shërim, sepse në një mënyrë do t'i falim, pra.
ata që na kanë dëmtuar. Për sa i përket fillimeve të reja, është një periudhë kush me fat, vazhdon që të jetë me fat, kështu që mjafton që të dëshiroj. Për sa i përket shëndetit, këtu më duhet të ndaloj pak, përveç ndikimeve të tjera që kemi zakonisht, ndikimet në lidhje me hormonet, ju lutem shkoni bëni kontrolle, sidomos ata që kanë probleme me gjirin, ju lutem vazhdoni shkoni bëni kontrolle të nevojshme. Dhe në lidhje me sistemin nervor që mund të jetë i prekur pak, edhe me sistemin imunitar, pra duhet të marrim masa në lidhje me këtë pikë. Ajo çfarë është ndryshe për këtë hënë të plotë tek shenja e peshëve, të gjithë ata që kanë probleme me pjesën e mesit, do t'ju këshilloja që të shkoni të bënit një kontroll patjetër te mjeku në këto momente, sepse mund ta kemi pak të agravuar. Ose mos bëni veprime të cilat mund ta shtojnë edhe më tepër trysnin, sepse në këto momente kemi më tepër prirje për të krijuar hernie fiskale dhe për të bërë operacione bile në lidhje me këtë temë. Prandaj nëse vuani nga një gjë tillë, do të këshilloja që të jeni super të kujdesshëm. Faleminderit shumë edhe ju. Okej, pra, natën e mirë.